të gjej patjetër një zgjidhje. Mos u bëj merak. I si gjithnjë se vret mendjen fare. Sa u kthyehet në këtë botë, sa jam të patë. Zamasu! Falë teje, tani ndihem shumë më i fortë dhe shumë më i përgatitur se më parë. Por ta dini se kësa herë nuk do të ndodhë si herë në shkuar. Vegeta, çfarë plani ke në mendje? Në fillim do të shkatrojmë të ziun. Ah, pra ky që ka plani yt. Do që të më mundësh një herë e mirë, apo jo Vegeta? Herën e fundit ishe në gjendje të mjerueshme. Qepe gojen, dua të mund, për këtë gjë nuk do ta bëj për veten time. Do ta bëj për Trunxin dhe për të ardhmen e kësaj bote. E sa di unë, sa janë janë njerëz shumë egoist. Sa herë i kam të gjitha gjërat shumë të qarta. Ju të dy keni përdorur super sferat e dragojit për të bërë gjëra shumë të këqija për të plotësuar dëshirat tuaja. Wow, shpejt e kuptove qëllimin tim? Po të përjetshëm. Krijuat një Goku të rrem gjithashtu. Një Goku të rrem, the? Se e mendon këtë gjë? Si themore? Duhet ta dish se unë jam Son Goku origjinal. Dhe ky është trupi yt i vërtet po ashtu. Por ama zemra që rre brenda ti. Më përket vetëm mua dhe Zamasut. Çfarë? Duhet ta dish që në çastin që i shpreha dëshirën e parë supersferave të dragojit që kishim mbledhur, ti dhe unë i shkëmbyen trupat tanë. Kështu që ndron gjithë e vërteta. Pas ka ndryshuar trupat. Më thuaj pak. Çfarë ndodhi me Gokun që i vodhën trupin? Unë dua ta di. Sa për atë, e kam vrarë prej kohësh. Vërtet? Ja, me këtë unazën këtu.